Lori. Oj, vaj, s'ma riktheve buzëqeshja. Dhe jam shumë e lumtur që të erdhe dhe je këtu përpara meje sot. O Zot! Apo ne të ardhurkitje për gocën? E dikush është e habitshmja Nikol. Kur ty të dëgjon duke folur ke atë zërin e holl, çapkën. Dhe kur fillon këndon, po nga dolja i zë. Ku e ke fshehur atë zë që e mban sekret? Mund të thoja që goca është një në radhë parë shumë skenike. Ka lëvizje shumë bukur edhe natyrale. Ka një intonacion pastër, ka një vokal shumë interesant. Unë për vete u knaqa shumë, nuk dim që të themi, për vetë se po! Edhe prej me ke një super po, zemra. Sigurisht edhe prej me ke një po shumë të madhe. Kuptohet kur personazhi, kur artisti ka karakteristika dhe i plotson disa kritere, të gjithë e kuptojmë që e meriton që të kalojë në fazën tjetër. Shumë suksese, Nikol! Konkurente nga Gjirokastra që fiton në X Factor. Jam shumë e lumtur që Gjirokastra përfaqësohet shumë mirë. Mami, je e gëzuar? Shumë, jam shumë e lumtur. Kemi dy vajza, mami. Njëra në Gjirokastër, tjetra ku ndodhet? Në Chicago, në Amerikë. Dhe ti, Nikol, je bërë teze, apo jo? Me se ke me motrën sa vite diferencë? 18 vite. Motra ka bërë një bebe që quhet? Liv. E diti që unë kam folur me motrën tënde. Edhe ajo kishte shumë dëshirë të ishte pjesë e këtij momenti edhe më tha, kur të mbaroj motra, nëse fiton, do bëni një video call. Nëse s'fiton, ju lutem mos më merrni se do mërzitem shumë, tha. Kështu do provoj tani që ta marr, okay? Ana. Livushi. Hi. Motra jote fitoi zemër, fitoi X Factorin, sapo kaloi fazën. Urime, suksese Niki. Ju Gjirokastritët me kursimi keni edhe komplimentat. Kristiana, atje në Chicago tani është ora 4 e mëngjesit apo jo? Po. Kristiana, të përqafojmë fort, vëre gocën në gjumë, edhe gjithë të mirat. Mirupafshim.